Jemi sot në këtë qendër banesash sociale, ku jeton komuniteti rom. Në këtë banesa, që ne i themi kontenjer, po në fakt janë banesat mirëfillta, sepse nuk i mungon asnjë lloj shërbimit. Vetëm pa kënaqësi që ishte reale, ishin dyshemet e prishura, dhe jemi shumë të lumtur që sot shprehim edhe ne kënaqësinë bashkë me banorët, të cilët janë edhe shprehen të kënaqur për këtë investim të fundit që Bashkia Shkodër ka bërë në këtë sektor. Banesat kishin nevojë urgjente për të riparuar dyshemet dhe ne e morëm shumë seriozisht dhe një investim i mirëfillt i bërë nga bashkia në të gjitha banesat, në mënyrë që të mos kishim asnjë lloj diferencimit, ka bërë të mundur që tashmë jo vetëm janë të niveluara dhe të rregullta të gjitha banesat dhe premtojnë për një banim normal, por është e zauruar dhe problematika që to kishin me insektet. Pra me këtë investim i kemi përmirësuar cilësinë e jetës në të gjitha aspektet, edhe në atë shëndetësor, edhe në estetik. Po jena shumë të kënaqur, po si shumë, jo pak për shumë. Tepër të kënaqur jemi. Unë për veten time njerëz jam kaq i kënaqur që s'ka ku të shkoj më. Jam tepër rahat, tepër mirë. Nuk di se çfarë më ju shpjegoj. S'kam ku të ashtu më mirë. Jetesën që po bëj unë këtu, jam falënderues tepër i bashkisë. Qa kemi pas nevojë na kemi plotësuar kushtet. Qarë kemi shkuar, kemi thënë, kemi këtë problem, na kanë ardhur, na kanë ndihmu, na kanë bo, për çdo gjë vinë. Shumë mirë, shumë pastër, çdo gjë në rregull. Na kanë ndihmu shumë Bashkia e Shkodrës, kemi ankesa për asaj. Nuk shtroshim dot i tapet, nuk rrugulloshim dot shtëpiat, na delte ujti nga poshtë, mante erë shumë, mrena nuk rishim dot, edhe kështu edhe bukën e hashim jashtë.